Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8. Një person ka mbetur i vdekur mbrëm si pasojë të shtënave me armë zjarri. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Enis Plana, i cili ka thënë se ngjarja ka ndodhur në lagjën Bregu i Diellit, ku në vendin e ngjarjes është gjetur pa shenja jete një person. Njësitet policore dhe ekipi mjekësor më njëherë ka ndalë në vendin e ngjarjes, ku nga ekipi mjekësor është konstatuar vdekja e një personi mashkull. Policia në koordinim me prokurorin ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti, ka thënë Plana. 7 persona janë lënduar në një aksident trafiku që ka ndodhur në Dolc të Klinës. Policia njofton se deri tek aksidenti ka ardhur pasi janë ndeshur 2 vetura dhe njëra prej tyre ka rënë nga ura e fshatit Dolc të Klinës. Të lënduarit janë trajtuar në emergjencën e spitalit të Pejës dhe janë jashtë rrezikut për jetë. Sot nisë zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme të datës 7 qershor në Kosovë. Fushata do të zgjasë 10 ditë, ndërsa partitë politike pritet të prezantojnë programet e tyre para qytetarëve. Në këto zgjedhje janë certifikuar 27 subjekte politike, ndërsa për 120 ulëse të kuvendit garojnë 902 kandidat për deputet. Ushtruesja e detyres së presidentes Albuena Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë pritur në takime të ndara 2 kongresistët amerikan, republikanin Keith Self dhe demokratin Sahas Subramanian. Antarësimi i Kosovës në NATO dhe siguria në rajon ishin temat kryesore të takimeve. Haxhiu dhe Kurti shprehen mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kosovës. Është mbutje me informacionet të tjera. Si në të gjithë botën, besimtarët muslimanë në Kosovë kremtuan festën e Kurban Bajramit, e cila simbolizon sakrificën, solidaritetin dhe humanitetin ndërmjet njerëzve. Manifestimi qendror u mbajt në xhaminë e madhe në Prishtinë, ku mesazhin kryesor të festës e përcolli Muftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili bëri thirrje për paqe, harmoni dhe unitet, duke theksuar se vetëm të bashkuar mund të përballohen sfidat. Pas faljes së Kurban Bajramit, Bashkësia Islame e Kosovës hapi dyert e pritjes tradicionale. Prijes fetar, drejtuesi institucional dhe lider politik ishin mysafir të Muftiut të Kosovës Naim Tërnava. Si rëndom, nga aty u përcëllën mesazhe paqeje, bashkëjetese dhe solidariteti. Edhe në Shqipëri, besimtarët islam kremtuan Kurban Bajramin. Në Tiranë, mijërat qytetarë u mblodhen në bulevardin Dëshmorit e Kombit, nga ku kreu i komunitetit musliman të Shqipërisë Bujar Spahiu theksoi rëndësinë e solidaritetit, kujdesit për familjen dhe ndihmës ndaj nevojtarëve. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në një mesazh urimi nga Meka bëri thirrje për paqe, unitet dhe solidaritet. Të nderuar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, bashkë takohemi në edicionin e orës 9. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.